sa tashmë vese e kemi në linja dhe zotri Ismet Krasniqin, i cili është nga fshati Grashtisë i Prishtinës, dihet që është e treta ditë që sot pra janë pëzulluar edhe transporti urban dhe sigurisht që përveç banorët që jetojnë në qendra dhe në lagjet përreth, vështirësi më të madhe kanë edhe vetë banorët e fshatrave të cilët pra e kanë të pamundur të paguajnë një taksi pasi që nga atje bëhet shumë shtrenjtë, por edhe dije që këto ditë taksit është e pamundur të marrin për shkak të kërkesave të shumta. Kështu që po e përshëndesim edhe zotrin Ismet Krasniqin, të cilin veç se tashmë e kam në telefon për shkak se e ke shumë të pamundur ta thërasim ndryshe. Mirëmëngjes. Pra, e di që na pritet pak, e di që do e dërgoni vajzën në shkollë, apo tregon se si do e dërgoni? Sa problem pa mbjetë mirë, do të dërgu me veturë se po mirë me vesh këtu shoshnia në me veti, herë unë e herë ai kështu. Sot është të teta ditë, edhe bile sot është kërgja si në kruë të tapë. Edhe apo paraqet kjo problem për juve duke e ditur se transporti urban është e vetmja mundësi udhëtimi pas veturave në atë pjesë? Problemi vërtet shumë i madh, por nuk kemi çka më bëj. Domethënë sot është treta ditë që po duhet më dërguar në shkollë, edhe çdo që tre ditë që shkoj në rrugës, po isha edhe tjerë flutar që po presin, po qesin duhet më në veturat që të rëkujt, po që shtu janë mirë, që shtu më qirë në vëtë. Edhe i gjithë, jo veç fshati Grashtisë, po tash këtë qatë të logët, janë, thushtë janë pasas pa. Po, pra ju përmendët që vetë po udhtoni edhe me vetur, po sa po e keni problem, pra e di që e keni vajzën në shkollë dhe sigurisht që duhet të dërgoni dhe të merrni çdo herë në të njëjtën kohë, sa paraqet kjo problem për juve duke i marrë parasysh ndoshta edhe kushtet ekonomike? Kushtet dihet që janë këtu, po duhet kontrollin e 5 orë në shkollë, edhe duhet me shku me marë, është vdeshtëm duhet me shkuë. S'kemi qarë, është një, nuk e di se që ka janë të bërë, po janë mjetët që janë gjitha të, nuk po përzina politiku që ka zhvajt nuk e di, po nuk është mirë kështu. Dhe më treta ditë sot, edhe nuk ka kur farë zhidje, nuk e di pse. Na do të me shkullë pa tjetër, shkullë nësë në rrugën. Edhe tjetra në punë, shkujnë platë, kështu janë mjetë rrugëve, nëse kalon kësaj rrugëm është në ngrejt, më një me dorë me vizituar. I shemi në mëngjesit do mos për orë 6 deri në orë 8, i shetë të prit në për rrugë, të i nërë kjera të shtu. Pra, po thoni që banorët tjerë po kërkojnë pra të ndalojnë ndryshe, çfarë bëjnë në rast se dikush nuk i ndalon veturat për t'i marrë, pra për t'i shoqëruar deri këto? Ata mbeshin rrugë, ose duhet me shku e komë. Prej Grashtisës do të thotë në Prishtinë në këmbë? Po s'ka qore, se ata nëse s'janë në dikur veturën, a s'ka qore ka shku punës në shkollë. Duhet e me shku e dyshysh, ose du më zdu ma heret, ose duhet me bo një zgjidhje për vetë për me brinë punës në shkollë. Pa tjetër ato duhet me bo. Unë nuk e di se di, ma heret kanë duhet të selë një kësi fore, po bashkë që ta shumë keqë. Do më në transportin të primë shumë kreti, këto trakë. Këto shkuj që nga zëgjërore e pagesave që për t'june, ato kërësoja na jemi i metë shumë keqë. Dhe shka shumë keqë, jo pak për shumë keqë. E dim që deri vonë pra keni pas ndoshta problem me vetë transportin urban për shkak se nuk ka pas rregull, tash më vetë se është rregullu, me sa e di, megjithatë dhe është ndalë, pasi është rregullu. Shumë mirë u rregulluar, shumë mirë, bashkë po edhe për zonë sa pa pagesë, për gjithë pensionerët pa pagesë, tash u bë, tash që mos se që 3 ditë ndërprej, nuk e di unë pse. Bashkë kur rregullua, u çart puna krejt, nuk e di edhe pse. Do më pagesa që po thojmë të protestë që kanë po pagesat edhe të nuk e di. Nuk do të me bo një zgjidhje në patjetër se nuk munda këtu. Munda me shkuar një ditë edhe ditë po ja, po ma shumë nuk munda se duhet me pas mjetë për këtë punë edhe kështu. Qysh e ka ndërprej trafik urban, ashtu do të mund të më ndërprej edhe na, se s'kemi nështë ushtë të marrë ashtu çdo ditë.
Ndoshta keni pas kontakt edhe me banorët e tjerë të fshatit, a ka pas dikur vështirësi të mbrim me kohën e punë, apo ka mbetur pa shku në punë ose në shkollë për shkak të kësaj situate? Gjë kam dëgjuar, ka prej 3-4 vite, jam banuar, s'ku mujt me mri, kam pas probleme të puna, edhe ashtu të shkolla, po kuptoj tash njerëzit, se peshoj që është proteste trafikut urban, edhe shkolla, edhe punë ku punojnë ata kontorë që shkojnë punë. Pra po hasin në mirë kuptim? Po, hasin në mirë kuptim, se shkapi se peshojnë edhe protesta s'do tjetë. Edhe sot kështë protesta atje në Prishtinë, për transport, ma me mene që të bëhet një zgjidhje për trafikun urban, edhe bile me funksionu me trafiku, autobusi mësë konë e plëpun këj. Atër, zotri Krasniqi e di që tashmë vizë do nisën e ta dërgon edhe vajzën në shkollë, nuk po ju marrë me shumë kohë, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që ndohet me neve sot. Po, me neve, faleminderit për juve, inshallah bëhet një zgjidhje diçka për trafikut urban, edhe për krejt bëhet mirë, kemi qenë me mirë, më bëhet mirë diçka, se kështu është pak problem. Shumë faleminderit, e vërtet. Faleminderit edhe për juve. Gjithë mirat. Pra, Agnes, ishte kjo linja me Viber, pra më ndryshe se zakonisht, mirë po për shkak të kushteve që nuk është kryuar, sigurisht edhe kështë në mënyra e vetme për të marrë informacione se si ja bëjmë pra banorët e zonave rurale të Prishtinës. Ne mund të ecim në këmbë, mirë po ata e kanë shumë më larg sigurisht dhe nuk mund të ecin në këmbë personat e cilët pra nuk kanë edhe ndoshta vetura